Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akaza dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste zhvilloi një mbledhje ku rivendosën riorganizimin e komisioneve të përhershme. Majoranca merr drejtimin e 7 komisioneve kryesore, duke përfshirë edhe komisionin për integrim, që më parë drejtohej nga opozita. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste zhvilloi një mbledhje ku vendosë riorganizimi i komisioneve të përhershme. Në mbledhjen e zhvilluar, të pranishëm ishin të gjithë deputetët socialistë, përfshirë dhe kryeministrin Edi Rama, i cili mbikëqyri procesin e riorganizimit të komisioneve. Sipas vendimeve të marra, drejtimi i 7 prej komisioneve do t'i besohet ish-ministrave të qeverisë, ndërsa reforma zgjedhore do të mbetet në drejtimin e Damian Gjiknurit dhe çështjet territoriale do t'u hiqen nga Arbian Mazniku. Kjo formule e re i ka hequr nga duart opozitës komisionin për integrimin, i cili në legjislaturën e shkuar ishte drejtuar nga deputetja Jorida Tabaku. Praktikisht, mekanizmi që kishte në dorë opozita për të luajtur rolin e vet konstruktiv dhe për të dhënë konsensus në gjithë shka që lidhej me procesin e integrimit, në këtë moment zerohet për shkak se ky komision është bashkuar me komisionin e jashtëm dhe pas 21 viteve opozita nuk do të ketë më procesin e drejtimit të këtij procesi në kuvendin e Shqipërisë. Qëndrimi opozita nga 3 komisione që drejtonte nga 8 që ishin gjithsej, tashmë me formulën e re i bie të drejtojë vetëm një komision e gjysmë nga fushat e veprimtarisë që drejtonte deri përpara ndryshimit të rregullores kuvendit. Drejtimin e Komisionit për Europën dhe Punën e Jashtme, socialistët ja besuan ish-ministrit Igli Hasani. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla shpjegoi se ky ndryshim është pjesë e përpjekjes për të forcuar rolin e shumicës në procesin e integrimit dhe për të garantuar koordinim më të madh me ekzekutivin. Pra, mbani mend që kur ka nisur ky komision 20 vjet më parë, në 2005-ën, ishte një komision ku antarësia në këto komision nuk përllogaritet si një antarësi në komisione, domethënë supozohet ishte një komision i dorës dytë, ndërkohë që ky komision bëhet komisioni më i rëndësishëm dhe nuk shkon komisioni i jashtëm ke komisioni për çështje europiane, por vjen politika e jashtme ke komisioni për Europën. Duhet i takoj shumicës. Partia Socialiste, Bundestagu. Përpasoj, pas këtyre ndryshimeve, na duhet që të bëjmë disa ndryshime në ligjin për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit, të cilat duhen bërë dhe ftoj opozitën që t'i bëjmë së bashku. Për të mundësuar këtë riorganizim, duhet të marrë një ndryshimi rregullore së Kuvendit. Socialistët kanë gati projekt vendimin që synojnë ta kalojnë në seancën plenare të së martës, duke përdorur shumicën e votave për ta miratuar. Opozita për shkak të numrave më të pakët nuk ka mundësi për të bllokuar këtë proces dhe riorganizimi i komisioneve do të hyjë në fuqi. Ky vendim i majorancës pritet të ndryshojë ekuilibrin e pushtetit në parlament, duke lejuar shumicën që të ketë kontroll më të madh mbi procesin legjislativ dhe çështjet kyçe, veçanërisht ato që lidhen me integrimin e vendit në strukturat europiane. Kryeministri i vendit Edi Rama ka shpërsuar tonet ndaj gjyqtarëve, duke denoncuar publikisht një tjetër rast që sipas tij përfaqëson drejtsinë e vjetër. Në shënjestër këtë herë është gjyqtari Marko Boshku, i cili ka vendosur të rikthejë në detyrë kreun e agjencisë mbikëqyrjes policore në Vlorë, të shkarkuar për ndërtim pa leje dhe mashtrim me dokumentet. Shefi i qeverisë cilësoi vendimin të paligjshëm dhe të dëmshëm në interesin publik, duke kërkuar organeve të vetëqeverisjes të drejtësisë që të ndërhyjnë. Kryeministri Edi Rama ka rikthyer kritikat e forta ndaj sistemit të drejtësisë, këtë herë duke vënë në shënjestër gjyqtarin Marko Boshku. Përmes një deklarate publike, Rama u shpreh se vendimi i këtij gjyqtari për të rikthyer në detyrë kreun e agjencisë së mbikëqyrjes policore në Vlorë, i shkarkuar më parë për shkelje të rënda ligjore, është një shembull tipik i asaj që ai e quan sporti tradicional i drejtësisë së vjetër. Një tjetër sport tradicional i gjykatësve pa flamur e pa dhe të drejtësisë së vjetër fatkeqësisht vazhdon të ushtrohet edhe nga gjykatës më të rinj. Pas një gajle fare, gjykatësi Boshku ka vendosur të kthejë fishek në detyrë një shkelës brutal të ligjit dhe mashtrues të kapur me presh në duar, tha Rama duke quajtur rastin të ububushëm.
Kryeministri publikoi detaje mbi shkeljet e kryera nga ish-drejtuesi AMP-s Vlorë, duke theksuar se ky i fundit jo vetëm mori pjesë në një ndërtim pa leje në Ksamil, por dhe falsifikoi dokumente për të fshehur gjurmët. Si drejtuese rajonale i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i trupës që ligji ngarkon për të kontrolluar veprimet dhe garantuar integritetin e policisë së shtetit, një birbo pa dinë pa iman, jo vetëm kishte marrë pjesë në një ndërtim pa leje në Ksamil, por dhe kishte mashtruar me shkrim duke pretenduar legalizimin e ndërtimit me gënjeshtrën se ndërtimi është bërë në vitin 2018, por fotot satelitore nxorën bishtin e gjatë të gënjeshtrës, duke provuar se ndërtimi është bërë shumë kohë pas vitit 2020, vit që sipas ligjit është edhe viti i fundit për marrjen në shqyrtim të kërkesave për legalizim. Shefi i qeverisë kërkoi organeve të drejtësisë dhe institucioneve të vetëqeverisjes së gjyqësorit të marrin masa ndaj gjyqtarit Boshku, ndërsa paralajmëroi se asnjë vendim i tillë nuk do të kalojë pa përgjegjësi. Ministria e Drejtësisë do t'ia përcjell këtë rast KLG-s dhe ILD-s, ndërsa me Birbon uroi të merret seriozisht drejtësia, ku shtallet me interesat e shtetit dhe përdor pavarësinë e gjyqësorit si pavarësi nga ligji, do të përballet jo vetëm me institucionet, por edhe me opinionin publik. Ky nuk është rasti i parë që kryeministri denoncon publikisht vendimet të gjyqtarëve. Prej muajsh, ai ka akuzuar një pjesë të sistemit gjyqësor për tolerim dhe mbështetje të ndërtimit pa leje, duke paralajmëruar se aksioni për shëmbjen e tyre do të vazhdojë. Vetëm pak minuta pas ndarjeve të komisioneve nga socialistët, kryedemokrati Sali Berisha paralajmëroi se opozita nuk do të mbështesë strukturën e re të parlamentit. Ai gjithashtu kritikoi emrat e propozuar për kryetar komisionesh dhe sulmoi ashpër ministrin virtuale Diella, duke e cilësuar si një mekanizëm për të shmangur përgjegjësinë për vjedhjet. Në një reagim të menjëhershëm pas vendimit të majorancës për ndarjen e komisioneve parlamentare, Sali Berisha konfirmoi që opozita do të depozitojë votun kundër ndryshimeve që synojnë zgjerimin e komisioneve dhe rritjen e shpenzimeve për qytetarët. Denoj me forcën më të madhe faktin se të strukturës parlamentare ne nuk e votojmë. Jo, sepse është bërë një gjë turpshme, ndahet një komisione, 3 komisione për të dhënë opozitë me 3 komisione dhe rritën shpenzimet për qytetarët e tjerë me radhë. Kryedemokrati nuk kurseu kritikat për disa prej drejtuesve socialistë të komisioneve, duke përmendur emra konkret. Të traktosh në krye të komisionit të ligjeve Ulzimanjen është një tallje me ligjin, një shkelim me ligjin dhe kushtetutën. Ulzimanja s'është gjë tjetër, veç se në rrafshin profesional një zëdhënës i njëjtë për i figurave më mafioze në drejtësinë shqiptare që ka emrin Arben Rakipi. Gjithë prendoria pasurisë Xhafa është mbi paratë e drogës Georg Xhafës. Dhe ligji antimafia në Shqipëri nuk funksionon. Damiani, hajdut me çizme si atë, me histori dokumentash, ai është fajtor. Ai ka marrëveshje nga më korruptive me kompaninë për energjinë në Elbasan. Ai është shoqërues i parë me Gonigalit, pas Edi Ramës. Një pjesë e veçantë e sulmit të tij e mori dhe ministria e virtuale Diella, e cila ka bërbuj ndërkombëtarisht. Se Diella e Edi Ramës quhet ndryshe vjedhja e Edi Ramës, se prapa Diellës nuk ka asnjë qëllim tjetër veç se largimi çdo përgjegjësie për vjedhjet dhe vjedhja nëpërmjet Diellës. Edi Rama u diskreditua personalisht shumë me Akshin, sepse Akshi u faktua si një kopsht i familjes së tij. Ai u ndal dhe te kabineti i qeverisës duke e përshkruar si më të përshtirin dhe paralajmëroi se udhëzimet e Ramës për deputetët e rinj që të mos dalin në media reflektojnë një kod mafioz, antitransparent dhe errësirë brenda qeverisë. Ky reagim vjen ndërsa mazhoranca synon të finalizojë votimin e strukturës së re parlamentare, duke nisur procedurat për përbërjen e byrosë së kuvendit, sekretariatet dhe delegacionet ndërkombëtare përpara se të votohet kabineti i 4 i kryeministrit Edi Rama. Hëna e gjeti sërish ish kryeministri Sali Berisha para spakut, kreu i Partisë Demokratike u nuk kërseu akuzat e ashpra ndaj kreut të këtij institucioni Altin Dumani, të cilin e akuzoi për pazarje me pushtetin dhe krimin e organizuar. Ndërkohë, mbrojtja e Berishës ka paraqitur një kërkesë paraprake për pavlefshmërinë e vendimeve të dhëna në kuadër të dosjes Partizani.
Ish kryeministri Sali Berisha u rikthye në dyert e SPAK-ut duke përsëritur sulme ndaj kreut të këtij institucioni Altin Dumani. Në një deklaratë të gjatë, ai e cilësoi Dumanin si autor të krimeve kushtetuese dhe si pjesë një pakti politike kriminal që sipas tij ka mbuluar dosjet më të rënda të vendit. Altin Dumanit, autorit të krimeve të rënda kushtetuese, amnistisë elektorale të krimit elektoral, gjumit mbi dosjet e krimit puçist që kërkoi të përdor kushtetutën, të përdos kushtetutën për zgjatur mandatin e tij të krimit. E siguroi se ligji dhe kushtetuta do zbatohen dhe se ai do marrë përgjegjësitë e merituar ligjore për gjithë rrugtarinë e tij kriminale. Mëtej ai akuzoi kreun e SPAK-ut për lidhje të drejtë për drejta me bandat kriminale dhe për lëshime të bëra ndaj ministrave të qeverisë. Sipas tij, pazaret kanë përfshirë çështje që lidhen me kartelet e drogës, zyrtar të lartë dhe figurat e botës së krimit. Ky kriminal kushtetues amnistoi ministra që bënin pazare me kartelet e drogës, Taulantin që zbatonte porositë e Suelit për të arrestuar kundërshtarët e bandës Suelit. Ja u kam paraqit këtu tani, mos ta harxojmë kohë, ja u paraqes prap. Taulanti që urdhrohej nga Çela për të liruar terroristët që vendosen në shalën e biçikletës së Lulzim Kulls, Tritolin. Bënte pazare me krimet e Uluziut, që mirëte 2 kostume të bukura nga Altin Hajri dhe që kërkonte nga bandit dhe trafikant 500.000 euro dhe çantën Louis Vuitton. Pazare me Edi Ramen, sepse e nxori Olsin të panjohur. Altin Hajri është i lirë sot për shkak të tij. Dhe Altin Hajri dënohet roja se coptojnë lokalin e Altin Hajrit, bëri cop kufomën e Jan Prengës dhe Altini është i lirë sepse Altin Troplini këtu, sipas burimeve, mori 700.000 euro. Në vijim, Berisha komentoi edhe qëndrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me mandatin e kreut të SPAK-ut, duke e parë si mbështetje për kufizimin e tij dhe për zbatimin e kushtetutës. Troplini mori një përgjigje përfundimtare, mandati i tij skadon në dhjetor dhe ky largohet si kryetari i këtij institucioni, si një puçist që e zhytin krim, që fjeti mbi dosjet e krimit dhe që unë e garantoj se për secilin prej tyre do përballet me ligjin. Ish kryeministri nuk la pa përmendur edhe pasuesin e mundshëm të Dumanit, duke e cilësuar si një zgjedhje të kryeministrit Edi Rama. Po a mund ta imagjinosh si që Edi Rama të mos rry? Po kjo është çdo lloj imagjinate. Këta janë të gjithë të emëruar të Edi Ramës. Ai do përzgjedh atë që i garanton, si të garantoj Troplini, Altin Troplini, se Olsi nuk është personi i panjohur, se dosja ajo urdhërat e marrën që ti diqte, po marrën nuk i dogjin në fakt ato regjistrimet e Geron Meçës, nuk i dogjin se i thani janë ekzistojnë në Gjetiu. Pra, nuk ka diskutim që Rama me atë punë do merren. Uluziu me atë punë do merren, po ata e din ku shkojnë. Nuk as mos keni iluzionin më të vogël se mund të ketë një zgjidhje tjetër jashtë vullnetit absolut. Opozita s'ka asnjë lidhje me as me zgjedhjen, as mos zgjedhjen plotësisht Departamentit të Shtetit tash. Paralelisht me deklaratat politike, avokati i tij paraqiti një kërkesë paraprake në kuadër të dosjes Partizani, ku kërkohet të shpallet e pavlefshme çdo vendimarrje për marrjen të pandehur, komunikimin e akuzës dhe aktet që lidhen me këtë procedurë. Ky zhvillim shënon një tjetër kapitull të tensionuar në përballje me ish kryeministrin dhe SPAK, duke ndezur edhe më shumë debatin mbi drejtësinë, politikën dhe ndikimin e tyre tek njëri tjetri. Pas përfundimit të seancës së parë në GJKK për dosjen Partizani, Amar Bërmalltezi e cilësoi procesin politik duke akuzuar gjyqtarin Irina Gjoka se vepron me mbështetjen e kryeministrit Rama. Ai përmendi gjithashtu edhe shkelet proceduriale dhe fshehjen e emrave të hetuarve nga prokuroria dhe KLG-ja. Amar Bërmalltezi foli për mediat jashtë ambienteve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas seancës së parë gjyqësore për dosjen Partizani. Ai theksoi se ndaj tij është ngritur një proces i ndikuar politik, i mbushur me shkelje proceduriale dhe falsifikime, ndërkohë që akta akuza mbeti e fshehur për 3 vite. Ju paraqitën, janë me disa nga avokatët paraqitën gjithashtu faktin që ka 3 vite që u mbajtë fshet
u fshehen emrat e personave ndaj cilët zhvilloheshin hetime pikërisht që të ndalonin kryerjen e hetimeve apo të drejtat procedurale që kanë personat në çështje. Maltezi akuzoi gjyqtarin Irina Gjoka duke thënë se ajo përdoret si një kamikaze për të luftuar opozitën dhe se mbrohet nga kryeministri Edi Rama. U përmend gjithashtu fakti që delinkuentja Irena Gjoka mbrohet me një kokforci të çuditshme nga Edi Rama, pikërisht sepse është përdorur si kamikaze për të luftuar opozitën. Është interesante që Shqipëria ka hedhur në kosht plerave konventën për vulat apostile, me sa duket vetëm për hatrin e Irenës, ndonse ishte vendime me vula apostile gjithsesi e quan që të merrnin prap konfirmim nga Greqia, prap i erdhi konfirmimi nga Greqia që është autentik, pra vendimi i dënimit i Irenës nuk ka dyshime dhe megjithatë prapse ndonse ligji i detyron që të veprojnë brenda 15 ditësh, kjo gjë nuk vepron dhe prokuroria e përgjithshme gjithashtu fshihet pas gishtit, nuk i mjafton vendimi i formës prerë, vendimi autentik me vul dhe i konfirmuar gjithashtu nga gjykata e Janinës, po kërkon dhe dosjen e prokurorisë, thua se prokuroria e përgjithshme do të bëjë edhe një vlerësim të prokurorisë. Jemi në situatën. Ai akuzoi gjithashtu se emrat e detyruarve janë fshehur qëllimisht për të shmangur të drejtat e tyre ligjore, duke cilësuar këtë si një mungesë totale transparence dhe respekti me procedurat gjyqësore. Dosja Partizani pritet të vijojë në seanca të tjera, ndërsa debatet mbi ligshmërinë e procedurave pritet të ngrenë tensione të reja midis palëve. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka dërguar për gjyq ish deputetin socialist Jorgis Shyrbia bashkë me Ahmet Mashën dhe Altin Hajrin. Ata do të përballen në gjyq themelor për akuzat e tregtimit të sekretit hetimor për krahjes së autorit të krimit dhe korrupsionit në zgjedhje. Hetimet ndaj ish deputetit Jorgis Shyrbia u intensifikuan pas bardhjes së komunikimeve të tij në aplikacionin e koduar Sky, ku evidentuan biseda me Altin Hajrin, person në kërkim. Sipas SPAK, Shyrbia kishte marrë mbështetje elektorale nga Hajri, i cili ka precedent penal në lidhje të dokumentuara shoqërore me të, për të siguruar zgjedhjen e tij si deputet. Në këmbim të kësaj mbështetjeje, Shyrbia dyshohet se kishte premtuar Hajrit ndikim në polici dhe prokurori, duke i mundsuar qasjen e informacione të ndjeshme dhe operacione policore. Hetuesit kanë konstatuar se në të paktën 8 raste janë siguruar të dhëna nga punonjësit e policisë përmes sistemit Teams, duke i dhënë avantazh grupit të përfshirë në operacione të ndryshme. Për herë të parë në këtë dosje janë përdorur dhe komunikimet e zbardhura nga aplikacioni tjetër i koduar Matrix, duke zgjeruar provat ndaj të pandehurve dhe duke vërtetuar rrjetin e ndikimit dhe mbështetjes së ndërsjellët mes tyre. Të tre ish deputetët kërkuan gjyq të shkurtuar në procedurë që mund të përshpejtojë shqyrtimin e dosjes, por prokuroria insistoi për procedim në gjyq themelor, duke konsideruar kompleksitetin dhe rrezikun e ndikimit në institucionet shtetërore. Ky rast thekson përpjekjet e SPAK-ut për të hetuar dhe ndëshkuar korrupsionin në nivelet më të larta të politikës dhe për të garantuar transparencën në proceset zgjedhore dhe në sigurinë e informacionit shtetëror. Policia e Fierit ka arrestuar një grup personash të dyshuar për krijimin e skemave mashtruese piramidale online, ku koordinatori i skemës rezulton të jetë një shtetas britanik i njohur si Profesori. Hetimet janë në zhvillim për të zbuluar të gjithë përfshirjen e tij dhe rrjetin ndërkombëtar të mashtrimeve. Operacioni i policisë së Fierit i koduar si QUEC zbuloi një skem të sofistikuar mashtrimi financiar online që operonte përmes platformës investimi në të njëjtin emër. Viktimat bindeshin se platforma ishte e lishme dhe ofronin fitime të larta, ndërsa në fakt investimet përfundonin në duart e personave të arrestuar dhe koordinatorit të skemës së njohur si Profesori. Sipas të dhënave hetimore, Profesori ishte shtetas britanik me emrin Leo Smith, i cili i jepte dhe leksione financiare për investitorët e tërhequr nga platforma, duke i bindur ata se investimi ishte i sigurt. Pas këtyre instruksioneve, aktivitetin në terren menaxhoi nga 6 arrestuar dhe 2 persona të tjerë të shpadur në kërkim, të cilët vepronin si agent duke rekrutuar viktima të reja dhe duke mbikëqyrur çdo transakcion. Kur fitimet e premtuara nuk realizoheshin, agentët ushtronin presion mbi investitorët duke përdorur kërcënime dhe taktika intimidimi për të detyruar kthimin e fondeve. Një nga rastet e dokumentuara tregon një investitor që kishte depozuar
depozituar $10.000, i cili u kërcënua për mos realizimin e fitimeve. Të gjitha këto veprime i raportoheshin direkt profesorit, i cili mbante nën kontrollin e plot rrjetin e mashtrimeve. Hezimet e mëtejshme po vazhdojnë për të identifikuar të gjithë pjesëmarrësit dhe për të përcaktuar se si funksiononte skema në nivelin ndërkombëtar, duke marrë parasysh lidhjet e profesorit me personat jashtë vendit. Autoritetet po punojnë gjithashtu për të rikuperuar fondet e humbura nga viktimat e mashtrimeve dhe për të zbatuar ligjin ndaj të gjithë të përfshirëve në këtë rrjet. Ky operacion tregon përpjekjet e policisë shqiptare për të goditur skemat e sofistikuara të mashtrimit online dhe për të mbrojtur qytetarët nga praktikat kriminale financiare që shpesh lën viktima pa mbrojtje dhe me humbje të mëdha ekonomike. Mbrëmjen e së dielës, një zjarr i madh përfshiu 2 ndërtesa banimi në qytetin e Shkodrës, duke shkrumbuar plotësisht 2 banesa dhe duke dëmtuar rënd edhe 2 të tjera. Fal ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksëve dhe guzimit të një qytetari nuk pati viktima, do nëse flakët rrezikonin të merrnin jetë njerëzish. Një ngjarje e rëndë u shënua mbrëmjen e së dielës në Shkodër, ku 2 ndërtesa banimi u përfshin nga flakë të fuqishme që u përhapën me shpejtësi. Zjarri shpërtheu në orët e vona të mbrëmjes dhe në pak minuta shpërtheu në të gjithë objektin, duke shkaktuar panik dhe frikë mes banorëve të zonës. Forcat zjarrfikse mbërritën menjëherë në vendngjarje me 5 mjete, por ndërhyrja u bë më vështirë nga rrugicat e ngushta dhe bllokimet që pengonin kalimin e mjeteve të rënda. Për orë të tëra, 10 efektiv luftuan me flakët, ndërsa banorët e lagjës qëndruan në ankth duke parë banesat që shkrumbroheshin para syve të tyre. Fatmirësisht nuk pati viktima. Kjo fal një qytetari i cili tregoi guxim të jashtëzakonshëm duke hyrë mes flakëve dhe duke nxjerrë një bombë gazi që mund të shpërthente në çdo moment. Po ashtu ai shpëtoi një çift të moshuarish që rrezikonin të asfiksoheshin nga tymi i dendur. Ky veprim heroik shmangu një tragjedi të mundshme. Flakët u izoluan vetëm në orët e para të mëngjesit, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. 2 banesa u dogjën plotësisht dhe 2 të tjera mbeten të dëmtuara rënd, duke e lënë pas tre disa familje. Ekspertët zjarrfikës kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqjet e zjarrit, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë emergjente për të përballuar situatën e vështirë. Në gjykatën speciale të Hagës ka nisur faza e re e procesit ndaj shkrerëve të UÇK-s, ku këtë të hënë dëshmitari i parë i mbrojtjes ishte diplomati amerikan James Rubin. Ai kujtoi takimet me Hashim Thaqin dhe rolin e tij në përpjekje për paqe, duke theksuar se në atë kohë Thaqi kishte autoritet të kufizuar në vendimarrje. Procesi gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka hyrë në një etapë të re me dëgjimin e dëshmitarëve mbrojtës. Në seancën e kësaj të hënë, i pari që dëshmoi ishte James Rubin, ish nimës i afër i diplomates Madeleine Albright dhe presidentit Bill Clinton. Rubin rrëfeu para trupit gjykues takimet e tij me Hashim Thaqin, duke përshkruar ndryshimin e tij nga një i ri pa funksion në një lider politik të vendit. Ai tha se kishte takuar për herë të parë në vitin 2000 në rrethana të vështira, ndërsa më pas në New York kur Thaçi, tashmë ishte kryeministër i Kosovës, erdhi në një restorant si kryeministër dhe u nuhabita sepse kishte kaluar nga një djalë i ri që punonte në kushte të vështira në një postë drejtues. Hera e fundit ka qenë rreth vitit 2018 kur ai ishte presidenti i Kosovës, tha Rubin. Diplomati amerikan shtoi se në një proces në asaj kohe Thaçi kishte autoritet të kufizuar pasi nuk mund të nënshkruante marrëveshjet pa miratimin e krahut ushtarak dhe se nuk merrte pjesë në bisedime teknike. Rubin theksoi se puna me Thaçin kishte qenë kryesisht për shuarjen e konfliktit dhe përpjekjet drejt paqes në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuarat në Kosovë ka theksuar se do të vazhdojë të jetë një mik i afërt i popullit të Kosovës, duke shtuar se është nevojshme që qeveria në detyrë të ketë një partner politik që shmang veprime destabilizuese dhe përkushtohet në stabilitetin rajonal. Si pasojë, dialogu strategjik i planifikuar me Kosovën është pezulluar përkohësisht. Në një komunikat për mediat vendase, ambasada amerikane në Prishtinë ka përcjell mesazhe të qarta mbi qëndrimin e SBA-s ndaj situatës politike në Kosovë. Sipas saj, partneriteti me Kosovën do të vazhdojë, por ka nevojë për qeveri dhe partner politik që e kuptojnë rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe evitimit të veprimeve që mund të ndëmtojnë procese demokratike. Ambasada ka theksuar se e ngarkuara në punë Anu Pratipati ka takime të rregullta me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për të monitoruar situatën dhe për të bashkëpunuar mbi
i çështjet e qeverisë. Ne duam të ecim përpara me qeverinë e tyre, por kemi nevojë për një partner që e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese dhe që është i përkushtuar për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në deklaratë. Si pasojë e shqetësimeve për veprimet e qeverisë aktuale, Shtetet e Bashkuara ka vendosur pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën për një periudhë të pacaktuar. Ky veprim vjen në një kohë kur partitë politike në vend nuk kanë arritur ende konsensus për një qeverisje të qëndrueshme, duke rritur pasigurinë dhe tensione në skenën politike. Analistët e konsiderojnë këtë një sinjal të qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nevojën e krijimit të stabilitetit politik dhe bashkëpunimin institucional, duke treguar se përparimi i marrëdhënieve strategjike nuk mund të ndodhë pa një partneritet të fortë dhe të papërgjegjshëm brenda vendit. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar dialogun strategjik me Kosovën, një vendim që sipas analistit Charles Kapçan pasqyron frustrimin e akumuluar ndaj qasjes së kryeministrit Albin Kurti ndër vite. Kapçan thotë se Kurti ka qenë një partner i vështirë për Washingtonin dhe se sjellja e tij politike e brendshme dhe e jashtme është perceptuar si përballëse dhe jo bashkëpunuese. Vendimi i Washingtonit për të pezulluar dialogun strategjik në Kosovë shihet si një pasojë e mosmarrëveshjes së akumuluar me qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti. Analisti Charles Kupçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë të SHPA në një intervistë për Radion Europa e Lirë thekson se kryeministri kosovar ka zgjedhur shpesh rrugën e përplasjes me partnerët ndërkombëtar, një strategji që sipas tij mund të shërbejë pa interesa të brendshëm, por që mbetet e dëmshme në planin afatgjat. Kupçan nënvizoi se është në interes të Kosovës në ruajtje marrëdhënie të forta me SHPA-n dhe Bashkinë Evropiane, pasi angazhimi i tyre domosdoshëm për përfundimin e një procesi të normalizimit me Serbinë. Ai shton se kriza aktuale politike dhe pamundësia për të formuar qeverinë që nga zgjedhjet e fundit kanë krijuar përshtypjen e një mosfunksioni të thellë institucional në Kosovë. Në këtë kontekst ai nuk përjashton mundësinë që Washingtoni të shqyrtojë alternativa politike dhe pa Albin Kurtin, duke kujtuar raportimet se ambasada amerikane ka ftuar liderët e opozitës për diskutime mbi formimin e qeverisë. Sipas Kupçan, pezullimi i dialogut strategjik është sinjali i qartë i pakënaqësive të Shteteve të Bashkuara dhe një thirrje për reflektimin pas tensioneve të krijuara nga vonesat në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe deklaratat polemike ndaj gjykatës kushtetuese. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 16 shtator do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm dhe i ngrohtë në të gjithë vendin. Vranësirat do të jenë të pakta dhe të shpërdara, me mundësi për rreshje të izoluara në zonat malore lindore, tipike për fillimin e stinës së vjeshtës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore, në përputhje me mesataren klimatike historike për shtatorin. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 8 orë diell, rreshjet do të jenë shumë të pakta. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veri-perëndim me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgësim të ulët rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 shtator 2025 pritet të jetë i lartë, rreth 6 deri në 7. Sipas burimeve astronomike, për datat rreth kësaj periudhe, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 27 gradë. Kukës 16 deri në 23 gradë Celsius. Peshkopi 15 deri në 23 gradë. Tiranë 17 deri në 28 gradë Celsius. Durrës 18 deri në 27 gradë. Kavaj 18 deri në 27 gradë Celsius. Elbasan 17 deri në 28 gradë. Berat 17 deri në 28 gradë Celsius. Korç 15 deri në 22 gradë. Vlorë 20 deri në 27 gradë Celsius.
Gjirokastër 16 deri në 26 gradë. Sarand 19 deri në 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 shtator 2025 do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë, i përshtatshëm për fillimin e sezonit vjeshtor. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 25 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të frejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5 deri në 6. Lindja e diellit në Prishtinë më 16 shtator 2025 është në orën 6:09 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 16 shtator 2025 është në orën 18:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 14 deri në 24 gradë. Podujev 13 deri në 23 gradë Celsius. Skënderaj 13 deri në 23 gradë. Pej 14 deri në 25 gradë Celsius. Prishtinë 13 deri në 25 gradë Celsius. Gjakov 14 deri në 25 gradë Celsius. Malishev 14 deri në 24 gradë. Gjilan 13 deri në 23 gradë. Ferizaj 13 deri në 23 gradë. Kaçanik 13 deri në 23 gradë. Suhareke 14 deri në 24 gradë. Prizren 15 deri në 25 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Gjithashtu mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.